Bismillah. Ata që mësojnë në akademitë ushtarake, i mësojnë edhe llojet e plumbave. Si nga kalibri, si nga shpejtësia, madhësia, fuqia, pashtu edhe sa herë kërset ai, etj. Gjithsesi. Mirë, çka ka tema jonë me këtë mesele? Po ka. Për arsye se është një lloj i plumbave që ka emrin fjalë. Edhe arma nga e cila del ky plumb është gjuha. Njerëzit mendojnë se vetëm me armë plagosin ose vrasin të tjerët. Në fakt ata damin më të madh e bëjnë nëse e gjujnë një plumb prej gojës edhe dëmtojnë tjetrin. Fjala është shumë e rrezikshme edhe në kundërtën është shumë e dobishme. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se sa duhet jemi të kujdesshëm. Ka njerëz të cilët e kanë një rregull, mos manin. Unë e tham hakin, nuk e kam gajle, apo bëj dëm, apo bëj dobi, apo prek tjetër në çka. Kjo nuk lejohet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ndodh që dikush e thot një fjalë pa pas kujdes se çka po thot. Me qatë fjalë shkon në xhehenem të poshtë 70 pranvera, 70 vjet të poshtë. Po edhe dikush e thot një fjalë të mirë, nuk e ka bo plan që ajo fjala ka me bo qash dobi, por Allahu edhe pse ky se ka bo plan, ja jep shpërblimin edhe ngrit në gradat larta në xhenet për pjetë. Kur mos mendo se hajt unë elshoa, sa njeri si ka kushtu vëmendje fjalës që ka thonë. Ajo fjalë atë shumë e ka dëmtu palën tjetër, sa kur s'ka mujt njëri me marrë vetën. Ka nda familje, ka nda bashkërt, ka përqa shoqëri, ka përqa vllazni, ka prish kompani, ka shkatru shtete. Nuk lejohet. Momentin që ti e bën send, e nxjerr për grojës, u kry. Ti thu, habe se s'bona namen, jo, pala tjetër nuk të haron 20 vjet, 50 vjet. Qysh kështu? Pse kjo papërgjegjësi? Mos mendoni se njeriu dëmtohet vetëm me dorë, vetëm me plumb. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar në hadithin e tij se mas shumë të nxjerr xhenemit kanë mohull njerëzit që ka kuj të folurit. Muadhi radiallahu anhu është çudit kur e ka nin për pejgamberit alayhi salatu wassalam këtë fjalë. Ja Rasulullah, a dhe çka flasim kemi më u gjiku, ka mendu Muadhi se fjalët hajt i marrera. Jo Muadh, jo filan, fistek, jo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dhënë të pas nëna o Muadh. Ati nuk e din se mas shumë ti për në xhehenem zvar me ftyra për toke ngrihen njerëzit që ka ku i damit që bëjnë me gjuhë. Përmes gjuhës ndërton shtëpi. Përmes gjuhës shkatëron shtëpi, shkatëron familje. Andaj unë po e quaj një plumb shkatërus. Një plumb i cili kudo që prek dëmton lesheja. Shumë duhet me pas kujdes, me pas antiplumbin të mirë, për mos me ndiku fjala keqe e kam për qëllim. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, keni kujdes nga ky lloj plumbit, mos e dëmtoni askënd. Por edhe në kundërtën, edhe ju ruajuni nga plumbat e tillë, se vërtet kanë pasoja afatgjate. Por gjithsesi, mos harroni se edhe fjalën e mirë, edhe të keqen i shkruan Zoti. I mban të vetja ati edhe në ditë kiametit gjithë secili do të shpërblehet ose do të dënohet për ato fjalë që i flet. Allahu na ruajt.